emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, mbi më të mirën e gjithë krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vëllezër dhe motra që jeni prezent dhe na ndiqni, do të na ndiqni më vonë. Selamu alaikum wa rahmetullah. Paqja, bekimet dhe begatia Allahu xhalleshanuhu qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tuaja, mbi të dashurit e zemrës. E lusë Allahun xhalleshanuhu që kjo ditë që kemi kaluar dhe ka përfunduar të ketë qenë një ditë e hajrit, që dëshmon për mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, të ketë qenë më mirë se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër, inshallah, nëse Zoti na jep mundësi që ta mbrim të jetë më mirë se sa e sotmja. E lusë Allahun xhalleshanuhu ta rrethojë mexhlisin ton me melajket e tij, të zbres mbi të kënaqësinë dhe mëshirën e tij, e ta bëj këtë mexhlis shkak që të na përmend Zoti në mexhlise më të mira se sa mexhlisi në të cilin ne ndodhemi. Jemi në ligjëratën e dytë të serialit të temave që e kemi titulluar Harta e besimit. Në ligjëratën e kaluar thamë që jeta e njeriut është një udhëtim dhe një rrugtim, dhe nuk ka udhëtim apo rrugtim në këtë botë që mund të bëhet pa patur një hartë. Kjo është harta më e rëndësishme, pa të cilën njeriu nuk humbet një rrugë, por humbet shansin e vetëm që ka patur, humbet jetën e tij, humbet të ardhmen e tij. E thamë që i gjithë Kurani famlart, po specifikisht surja Fatiha, faktikisht na mësojnë neve hartën e rrugës, hartën të cilës duhet t'i besojmë, të cilën duhet ta zbatojmë dhe të cilën duhet të dim ta lexojmë. Dhe në atëherë kur nuk mund ta lexojmë, është e mira që të pyesim ata që janë më të ditur se sa ne, që të na shpjegojnë pikërisht shenjat e kësaj harte. Sot do flasim për stacionin e parë të këtij udhëtimi apo të këtij rrugtimi, sepse harta për cilën flasim përbëhet nga stacione. Nuk është e thënë se mbritëm me një stacion e s'ke nevojë për të. Stacionet e rrugës së besimit janë stacione që të shoqërojnë gjithmonë deri në vdekje. Mos thuaj e mbarova këtë, s'kam nevojë të kthehem mbrapa, por janë stacione që janë të ndërlidhura shumë me njëra tjetrën. Dietarët thonë që stacioni i parë apo hapi i parë në rrugtimin për tek Zoti apo në hartën e besimit është stacioni i zgjimit. E kanë disa dietarë, sidomos Ibnul Qayyim, Zoti e mëshiroft, ai që ka folur shumë gjatë për rrugtimin e udhëtimit drejt Allahu xhalleshanuhu, ka folur shumë për stacionet e rrugtarit drejt Zotit, thotë stacioni i parë i njeriut është stacioni i zgjimit, është përpara pendimit, përpara tëubës, është përpara qëndrimit në rrugë të drejtë, është përpara faljes namazit, sepse thotë njeriu që është i pasgjuar, që është në gjumë, ti s'mund t'i flasësh për rrugtim, s'mund t'i flasësh për rrezik, s'mund t'i flasësh për punë. Imagjinoni banorët e një ndërtese janë në gjumë dhe atë ndërtesë ka rrethuar rreziku nga të katër anët, ka rënë flak në atë ndërtesë. A mundet që t'u tregosh atyre rrezikun që i kanoset nëse ata janë akoma në gjumë? Gjëja e parë që duhet bëjmë është t'i zgjojmë këta njerëz, e pasi t'i zgjojmë do të kuptojnë se janë në rrezik. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e udhëtimit dhe rrugtimit që do të bëjë nesër ai ku ai është në gjumë? Ai duhet zgjuar një herë. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e punës që duhet bëjë ai, projektit që duhet zbatojë ai kur ai akoma është i pasgjuar? Nëse ky është zgjimi i trupit, pra i cili është kusht, zgjimi i trupit është kusht që njeriu të fillojë punën dhe të vazhdojë rrugtimin, atëherë zgjimi i zemrës është kushti i parë për ta bërë rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu xhalleshanuhu. Vëllezër dhe motra, faktikisht feja kërkon ta rizgjojë njeriu. Njeriu ka qenë i zgjuar, por ka rënë në gjumë, dhe shumica e njerëzve janë në gjumë dhe do të kuptojnë që kanë qenë në gjumë vetëm ndoshta momentin kur vdesin. Njerëzit janë në gjumë deri në momentin kur vdesin, e kur vdesin do të shikojnë që me të vërtet pas ka patur tjetër jetë, po pas kanë qenë totalisht të përhumbur. Kur ka qenë i zgjuar njeriu? Njeriu ka qenë i zgjuar në botën e shpirtrave, në botën e fitras. Fitra është natyra e pastër
me të cilën Zoti ka krijuar njeriu. I ka folur Zoti të gjithë shpirtrave, të gjitha natyrave njerëzore, qale elestu bi rabbikum, qalu bela, ju tha Zoti atyre, a nuk jam unë Zoti juaj, i tha shpirtrave, i tha fitras, natyrës së pastër njerëzore, a nuk jam unë Zoti juaj, ata thanë të gjithë njerëzori, patjetër, ti je Zoti ynë. Atëherë ju tha Allahu xhalleshanuhu, keni kujdes dhe kujtoni kur të shkoni në atë botë, mos harroni këtë zotim që keni dhënë. Të gjithë shpirtrat, çdo njeri ja ka dhënë besën Zotit, që ai, Allahu është Zoti i tij, por shumica e njerëzve kur vinë në këtë dynja i zë gjumi. Prandaj feja, profetët, Kurani famlart, ftesa, hoxhallarët, dietarët nuk bëjnë gjë tjetër veç se mundohen ta rizgjojnë njeriu, sepse njeriu bie shumë shpejt në gjumë. Edhe besimtarët bien në gjumë. Edhe ata që janë devotshëm mund t'i kapi smundja e gjumit, të cilën ne quajmë ndryshe smundja e gafletit. Allahu xhalleshanu na tregoi për shembullin e profetit madh Sulejmanit alayhis salam, që kishte shumë pushtet në dorë. Një ditë teksa po argëtoi me kuajt e tij dhe ishin të hishëm e të bukur, ai harroi namazin e ikindis ose përhumb u shkujdes për këtij namazi derisa perëndoi dielli. Kur pa që ai u argëtua, u përhumb dhe iku namazi i ikindis, ai dënoi veten e tij. E dënoi veten e tij pikërisht për këtë lloj shkujdesje. Nëse kjo shkujdesje kap ka profetët e Zotit, atëherë për mua dhe për ty është më se natyrshme që bijem në ato që quhet përhumbje, në ato që quhet shkujdesi. Prandaj përhumbja, shkujdesja, gafleti është rreziku më i madh që i kanoset njeriu. Është identik si puna e narkozës që e vjen njeriu në gjumë. Ajo vendos imanin në gjumë. Fitran njerëzore e vendos në gjumë, prandaj duhet lodhemi shumë, ta shkundim veten tonë, të shkundim njerëzit, t'ju dal kjo narkoz, se sa tjetë prezente kjo narkoz, ky gaflet, imani është pasiv. Zemra është e fjetur gati mund shkojë edhe në vdekje. Imagjinoni çfarë presin njerëzit që ka një njeri të tyre të rënë në koma. Trupi mund të funksionojë, por njeriu është në koma, e presin me ditë, e presin me muaj, e presin me vite, vetëm që të zgjohet. Dhe në momentin që ai zgjohet ka një gëzim të jashtëzakonshëm. Njeriu ynë u zgjua nga gjumi i komës. Imagjino që nuk ka koma më të vështirë dhe më të rëndë për njeriu se sa gafleti, shkujdesja. Ai lind dielli, perëndon dielli, ai nuk kujtohet, është i përhumbur për vite, për muaj, me vite derisa të vijë vdekja, dhe kur të hapet perdja, do të shikojë njeriu vetë ku është xheneti i tij, ku është xhehenemi i tij, atëherë ai del prej kome, por atëherë nuk ka më vlerë. Prandaj për të kuruar pikërisht, ose më mirë me thonë, për të ditur me ecur në rrugën, rrugtimin e hartën e besimit dhe për të mbritur në stacionin e zgjimit, puna e parë që duhet bëjë njeriu me veten e tij apo me njerëzit tjerë, cila është zgjimi nga gjumi i gafletit. Çfarë sjell gafletin, shkujdesin? Pse njerëzit janë shkujdesur? Dietarët rendisin disa shkaqe që thonë janë shkaqet më të rrezikshme dhe më të shpeshta që i vendosin njerëzit në gjumë. Dhe shkakun kryesor, e dini se çfarë vendosin? Shoqërinë e cila është nga flet. Sepse arabët thonë shoku është tërheqës, ai të tërheq, ka fuqi shoqëria, e tërheq njeriu. Nëse njeriu është një shoqëri e cila është e shkujdesur, është e përhumbur, është në gjumë, ajo flet vetëm për dynjan, për kënaqësitë e kësaj dynjaje, për epshet, për pasojat. Nëse ajo shoqëri kur se përmend vdekjen, kur se përmend Zotin, kur nuk shkundet dhe nuk ka frikë për madhështisë së Allahut xhaleshanuhu, edhe njeriu i cili është pjesë e asaj shoqërie, sado i fortë jetë ai, është e sigurt se do të ndikohet prej kësaj shoqërie, sepse shoqëria ka gravitet shumë të fuqishëm. Prandaj na ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të rrim me njerëz që i kanë zemrat e zgjuara, të bëjmë miq të tillë, edhe kur jemi larg tyre ta ndjejmë mallin për ta. Ne kemi nevojë të rrim me njëri tjetrin, të rrim me ata njerëz që na kujtojnë o dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, përkujtohu Muhammed se përkujtimi i bën mirë besimtarëve. Prandaj shkaku kryesor që e vendos njeriu në gjumë
është pikërisht kjo shoqëria e cila është vete për gjumur. E lusë Allahu xhallashanuhu të na bëjë gjithmonë pjesë e shoqërie e cila është e zgjuar, her pas here zgjohet, her pas here orientohet, por dhe neve të na bëjë sebeb që shoqëria e cila na rrethon neve po ashtu të jetë një shoqëri e cila ne bëhemi sebeb që ata të zgjohen. Zoti na thot në Kur'anin famlart: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos e paso, mos e ndiq atë njeri zemra e cilit është e verbuar, është e shkujdesur. E kemi bërë të shkujdesur zemrën atij personi. Dhe ai pasoi dëshira dhe qefet e tij dhe në fund çështja dhe puna e tij ishte në humbje. Çfarë i ndodh njeriu? E para gjë që i ndodh, i shkujdeset zemra. I bie zemra në gjumë. Pastaj e dyta që e pason këtë është që njeriu fillon dhe pason dëshirat dhe pasionet e tij, dhe e treta, fundi i atij njeriu është humbje dhe është shkatrim. Këtë porosi e dini kujt ja ka thënë Zoti, vëllezër dhe motra? Ja ka thënë më të mirit njerëzve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë thot mos e shkput shikimin tënd, mos u shkput nga shoqëria atyre njerëzve që përmendin Zotin në mëngjes dhe në darkë, dhe mos ju bind, mos i paso ata njerëz zemrat e cilëve i kemi bërë të shkujdesura nga përmendja e Zotit. Nuk përmendet Zoti në atë zemër. E dyta, ata pasojnë qefet dhe dëshirat e tyre, dhe e treta, fundi atyre njerëzve është fundi frikshëm. Shkaku i dytë që i vendos njerëzit në gjumin e gafletit është luksi, dhe janë varësitë ndaj jetës së mirë, ndaj luksit, sepse luksi nuk është haram, vëllezër dhe motra. Nuk është e thënë që është haram, por ka një gjë, luksi është si puna e asaj që të vendos dalë nga dalë në gjumë, edhe ti e bën standard të jetës tënde atë. Të duket sikur Zoti ta ka për detyrë të ta plotësoj këtë kriter dhe këtë standard, dhe ti nuk e imagjinon dot jetën jashtë këtyre standardeve. Kto çfarë bëjnë? Kto fillojnë dhe vendosin në gjumë zemrën e njeriu. Dhe njeriu mësohet me këto standarde, mësohet me këto kushte, dhe ai rrezikon të bjerë pikërisht në atë gjumin që quhet gjumi i gafletit. Thash edhe një herë, nuk është haram luksi, nuk është haram pasuria, nuk është haram jeta e mirë, ne i lutemi Zotit edhe për jetën e mirë, por gjithmonë ka rrezik, prandaj njeriu duhet ta kujtojë edhe të vështirën. Prandaj njeriu her pas here duhet dal pikërisht nga kjo jetë e cila rrezikon ta fus njeriu në një llapi prej të cilës nuk është lehtë të dalësh, sepse thash njeriu i bëhet standard dhe kriter luksi dhe nuk mund ta imagjinojë dot jetën të jetojë pa këtë luks. Kjo është shkaku i dytë që përmendin dietarët për rënien në gjumin e gafletit. Po ashtu ndjekja e qefeve dhe pasioneve dhe gjunaheve. Allahu xhallashanuhu thot njerëzit që ndjekin qefet dhe pasionet e tyre bin një moment e adhurojnë pasionin e tyre, e adhurojnë qefin e tyre. Nuk kanë zot tjetër përveç se qefit dhe pasionit të tyre. Për ata nuk ka më tjetër përveç se qefit dhe pasioni. Këto njerëz zatën kanë rënë në llapin dhe në gjumin e gafletit. Pikërisht Kurani famlar shpeshherë na paralajmëron për ndjekjen e qefeve dhe pasioneve, pasi ato janë si puna e fëmijës. Kur ti e llaston, dal nga dal fillon dhe bëhet rebel dhe kundërshton, po kur e llaston deri në atë grad që sta dëgjon kur fjalën ti edhe po i bërtite, edhe po ja shkruaj lëveshën, nuk ka më vlerë se ti e ke llastuar atë. Nefsi i njeriu mund të kthehet në një përbindësh për njeriu, e shkatron atë. Vjen një moment që ti se ken kontroll më nefsin tënd, sepse e ke ushqyer atë gjithmonë me qefe, me pasione, me gjunahe, ai është ushqyer dhe tashmë është shumë më i fuqishëm, nuk ka më forcë, nuk ka më mendje, nuk ka më zemër që mund ta shkundë atë. Prandaj njeriu duhet kujdeset ai spari për nefsin e tij. Askush nuk mund të fitojë tenderin e rregullimit të nefsit tonë. Çdo tender mund ta fitojë njerëzit apo kompanitë, por për të rregulluar nefsin tënd nuk ka njeri në botë, nuk ka kompani, nuk ka tender që fitohet. E vetmi që duhet ta fitojë atë tender jam unë dhe je ti për nefsin tonë, me ndihmën e Allahu xhallashanuhu. Po ashtu, ajo që i çon njerëzit në gaflet, në shkujdesje, është harrimi i vdekjes. Nëse jemi një shoqëri e cila nuk e përmend vdekjen,
e cila dhe kur shkon varreza nuk ndikohet nga varrezat, sepse rri larg xhenazës, shkon me makina të mira, kthehet me makina të mira, nuk e shikon xhenazën që futet në dhe, nuk e shikon xhenazën që mbulohet. Gjatë kohës së xhenazës thjesht bën muhabete dynjaje, madje i shtohet oreksi për muhabete dynjaje në atë vend, atëherë kjo rrezikon që njeriu t'i vdes zemra, që njeriu të bie pikërisht në atë smundjen e gafletit dhe ai e kupton vdekjen vetëm se kur të vdes vetë. Në një kohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, vizitoni varrezat se ju kujton juve ahiretin. Po cila është vizita e varrezave? Ndoshta flasim pak më vonë. Vizita e varrezave nuk është të shoqërosh njerëzit për varreza, është të shkosh e të meditosh në këto varreza. Nganjëherë të shkosh vetë, edhe kjo është më e mirë se sa thjesht shoqërimi të tjerëve në varreza. Është mirë që njeriu të shkojë vetë në varreza, të rri vetë në varreza, të meditojë, të përkujtohet, aty do t'i zbutet zemra, do t'i dalë sadopak gjumi i gafletit dhe do ta kuptojë se çfarë janë varrezat përpara se të shkojë ai në varreza. Vëllezër dhe motra, përdesa po flasim për stacionin e parë që thamë është aja e gjithë udhëtimit dhe rrugtimit, lind pyetja: si mund të zgjohet zemra e njeriut? Si mund të zgjohet dikush prej kësaj smundje? Thonë që faktori kryesor që e zgjon zemrën e njeriut është dituria. Sepse ignoranca është narkotiku më i madh që e man njeriu në gjumë, ndërsa dituria fillon dhe e zgjon zemrën e njeriut, e zgjon mendjen e njeriut. I thot njeriut: o njeri, ti ke një fund, ti ke një vdekje, çdo të ndodh me ty pas kësaj vdekje. Ti s'ke qenë në këtë botë, por erdhe. Edhe tjerët ishin, po nuk janë sot. Edhe ti do të bëhesh si gjithë njerëzit tjerë. Sa më shumë që njeriu shton diturinë, aq më shumë zgjohet nga gjumi i gafletit, aq më shumë i zgjohet zemra, aq më shumë e gjen rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu xhallashanuhu. Po cila është ajo dituri? Nuk është dituria që thjesht është informacion. Sot njerëzit kanë sa të duash informacion. Dituria e cila e zgjon njeriu është dituria që e çon atë në frikën ndaj Allahu xhallashanuhu, në devotshmëri. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ata që e kanë frikë Allahun më shumë janë dietarët, thot Allahu xhallashanuhu. Nuk thot janë ata që kanë më shumë informacion, më shumë se sa iblisi i mallkuar, askush nuk ka informacion. Por informacioni i tij nuk është dituri. Informacioni i tij nuk e çojë në frikë dhe në madhërim të Allahu xhallashanuhu, e çojë në kundërshtimin e Allahu xhallashanuhu. Prandaj kur flasim për dituri, flasim për këtë dituri e cila shkund zemrën e njeriu, e cila bën që njeriu të rrjedhin syt lot, i bën që njeriu të dalë nga gjumi i gafletit, i kujton njeriu pikërisht fillimin dhe përfundimin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: betohem në Zot, po ta dinit atë që di unë, do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Edhe hadithi vazhdon duke treguar edhe gjëra të tjera. Betohem në Zot, po ta dinit, po të kishit diturinë që kam unë, ju do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Prandaj thot, sa më shumë që njeriu shton dituri rreth madhështisë Allahu xhallashanuhu, aq më shumë i shtohet atij frika ndaj Zotit, aq më shumë zgjohet. E dyta që na porosit Zoti për të zgjuar nga gjumi i gafletit është meditimi, vëllezër dhe motra. Meditimi do të thotë të rish me veten tënde, të rish me krijesat e Zotit, mundësisht larg njerëzve. Her pas here mundohet të lesh një kohë për veten tënde. Sot për fat keq nuk e shohim dot as lindjen e diellit, as perëndimin e tij. Edhe kur shkojmë buz detit, aty kemi njerëz, pak njerëz janë ata që rrinë vetë me vetën e tyre. S'kemi mundësi të shikojmë as lindjen e një kafshë, as një lule kur qel, as gjethet kur bie në tokë. Faktikisht Zoti e ka mbushur këtë gjithësi me daveçi, me ftues. Apo duhet me i pa këto shenja. Ka dy lloje meditimesh. Meditimi i parë është të meditosh shenjat e krijimit, të meditosh gjithësinë, dhe gjithësia thash ka shumë ushtar që të shkundin, që të përmendin, edhe milingona është një ftues. Edhe gjethet që bien janë një ftues. Imagjino vetëm kaq po të mendoj njeriu, këto gjethet dikur ishin të paqelura, qelen, ishin të gjelbra, pastaj bën frute, pastaj u zverdhen, pastaj u kputën dhe ran poshtë, pastaj u kalbësuan, pastaj u zhdukën.
pastaj në një cikël të brendshëm dalin dhe një herë, çojnë në formë ushqimi, dalin dhe një herë. Allahu xhaleshanu gjithmonë na e përmend këtë cikël. Ashtu thot është dhe jeta juaj, ashtu është dhe vdekja juaj, ashtu është dhe ringjallja juaj. Gjithmonë na përmend shembullin e shiut, shembullin e gjethtëve, të luleve. Ka që i mjafton njeriu, por për fat keq siç e përmenda, ne kemi shumë pak mundësi sot të rrim, të shohim gjethtët, të shohim lulet, të shohim kafshët, kemi pak mundësi të rrim me veten tonë. Por ka edhe një meditim tjetër. Është meditimi i shenjave të Zotit, shenjave të shkruara të Zotit. Të parat janë shenjat e krijuara, shenjat e gjithësisë. E dyta janë shenjat e shkruara. Cilat janë shenjat e shkruara? Janë ajetet e Kuranit famlar. Ato janë fjalët e Zotit. Ato e plotësojnë panoramën me shenjat e krijuara. Të krijuarat dhe shkruarat të dyja bashk nuk janë gjë tjetër veç se thirrje dhe ftues për tek Allahu xhaleshanuhu. Është një dietar i madh që është simboli i evlijave, i miqve të Allahu xhaleshanuhu. E ka emrin El Fudail ibn Iyad. Është nga muslimanët e parë, thash është po themi modeli i atyre njerëzve miqve të Allahu xhaleshanu. A dini se kush ka qenë Fudail ibn Iyad përpara se të bëhet miq i Allahu xhaleshanu? Nuk ka qenë as më shumë as më pak se një hajdut rrugësh, se njëri që i dilte njerëzve në mes natës, ju rëmbente pasuritë, edhe ishin shumica atyre që i vidhte ishin haxhi, që niseshin për në haxh, ishin nisur për në haxh. El Fudail ibn Iyad ishte prej këtyre njerëzve, njëri totalisht i humbur, totalisht i përgjumur. Emri dhe fama e tij ishin frikshme. Kur përmende emri i tij, njerëzit kishin frikë sepse nga moment i moment ai mund të dilte, pra ishte një kursar rrugësh. Ai tregon vetë për jetën e tij, tregon vetë historinë e tij. Thot kisha rënë dashuri me një vajzë dhe her pas here natën shkoja në shtëpinë e saj. Unë gjita në një prej nedhve në shkallë për shkuar tek shtëpia e saj, por dëgjova që një shtëpi afër dikush po lexonte Kur'an natën. Edhe po lexonte këtë ajet kuranor. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Ajeti është rënqethës për ata që e kuptojnë. Allahu xhaleshanu thot në këtë ajet, a nuk ka ardhur koha për besimtarët që të tremben, të shkunden zemrat kur përmendet Zoti, e të kenë frikë Allahun xhaleshanuhu? I erdhi pikërisht ky ajet shkundje, meditim, sikur kishte zbritur për Fudail ibn Iyadin në ato momente. Dikush ishte ngritur prej komshive duke fal namaz natë, po lexonte pikërisht këtë ajet. Edhe pikërisht në këtë moment ai ishte nisur për të bërë një gjuna. Thot kur e dëgjova këtë ajet, hera parë që dëgjoja atë, thot mu gozhduan këmbët, u bllokova. Nuk pata më fuqi të vazhdoj. Thot zbrita, i rënqethur, i trembur, kjo është momenti që Zoti goditi zemrën e tij, edhe lum për goditjen që i dha, sepse po nuk pati goditje të tilla, zemra nuk zgjohet. Dhe keni parë ku njeriu është gati duke vdekur, çfarë bëjnë? I godasin fort atij zemrën që të mos vdes ajo zemër. Ky ajet kuranor ose ngjarjet caktuara janë pikërisht të goditjet që e zgjojnë zemrën e njeriu. Fudaili thot, u ktheva dhe shkova hyra në një rënoj, në një shtëpi të prishur, por këmbët nuk më mbanin. E mbështeta shpinën time për murin e asaj, po themi, godine të shkatruar, nga krahu tjetër i murit kishte disa njerëz të cilët ishin rrugtar, udhëtar. Edhe tha i dëgjova duke bërë muhabet me njëri tjetrin. Dikush tha të ngrihemi e të vazhdojmë rrugën, ishte natë. Tjerët thanë, jo, tha, kemi frikë se në këtë zonë është Fudaili, do të na dalë përpara, do të na masakrojë, do të na marrë pasurinë. Atëherë tha, më shkuan syt lot, subhanallahu, këto njerëz janë nisur për në haxh, për në shtëpinë e Zotit, ndërsa emri im, vetëm emri im i tremb ata. A s'mund bëj unë gjë tjetër në këtë jetë? A nuk ka më keq se sa Allahu xhaleshanu përdori mua si shembull për të trembur njerëzit? Tha me erdhi goditja e dytë, mas murit, as nuk e dija kush janë, as ata nuk e dinin që unë po i dëgjoj në krahun tjetër. Tha atëherë thash, o Zot, sonte është mësimi më i madh për mua, unë pendohem dhe pendimi im përpara teje është që të jem komshia i shtëpisë tënde në Mekë dhe komshia i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe ky është fillimi i pendimit të Fudail ibn Iyadit, ai që përmenda është nga modelet e miqve të Allahu xhaleshanu, nga muslimanët më të mirë dhe nga besimtarët më të mirë. Kjo histori na tregon se kur Zoti do ta zgjojë njeriu,
i sajon vetë Allahu xhalleshanu sebepet, por mbi gjitha për një gjë do të jeni sigurt, kishte iman në zemrën e Fudelit, prandaj Zoti ja dërgoi këto ushtarë, këto shenja. Edhe kjo është mesazh dhe është frymëzim për të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata. Çfarë do lloj gjunash të bëjmë, nëse kanë sadopak iman në zemrat e tyre, Allahu xhalleshanu ka për ta dërguar dikë që ka për ta zgjuar zemrën e këtij njeriu. Ajo që ndikon shumë në zgjimin e zemrave tona, vëllezër dhe motra, siç e përmenda pak, është vizita e varrezave, është shumë e rëndësishme ajo. Por e përmenda nuk është vizitë thjesht fizikisht, por është vizitë teksa njeriu rri me veten e tij, teksa njeriu mediton, shihni shkrimet e varreve të vjetra. Shumica kanë pas shkruar në osmanlisht, o njeri, isha dje si puna jote, do të bëhesh nesër si puna ime. Mjafton, i mjafton kaq njeriu. Ne nuk e kujtojmë vdekjen që të na ikë oreksi për jetën, jo. Ne kemi tjetër filozofi ndaj vdekjes. Filozofia jonë është filozofia që e tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kujtojeni vdekjen se do ta shijoni ndryshe jetën. Ka shumë njerëz që kur ja përmend vdekjen thot aman, thot mos e përmendim, se kur e përmend vdekjen mikën oreksi, nuk dua të jetoj, më kap një panik, më kap një frikë. Ne s'kemi një marrëdhënie të tillë me vdekjen. Vdekja për ne nuk është fundi. Vdekja për ne është rilindje, vdekja për ne është takim me Zotin, por vdekja na ndihmon pikërisht që të shkundemi, të zgjohemi nga gjumi i gafletit. Në fund, vëllezër dhe motra, cilat janë shenjat që tregojnë se njeriu po zgjohet, se dikush po zgjohet nga gjumi i gafletit dhe ka vendosur këmbën e djathtë në rrugtimin drejt Allahu xhalleshanuhu. Kur mendja e njeriu fillon të pyes, kur pyet njeriu për vdekjen, për ringjalljen, për fen, për kuptimet e ajeteve kuranore, edhe sikur t'i bëj pyetje pak provokative dhe të lodhshme, dije se kjo është tregues që atij ka filluar procesi i rizgjimit. Është më i frikshëm ai që s'pyet asnjëherë. Është më i frikshëm ai që thotë i di gjitha. Është i frikshëm ai që thotë nuk kam nevojë për këto. Kur njeriu fillon dhe pyet, tregon interes, kjo është tregues që diçka po ndodh brenda vetes së tij. Dhe këto pyetje nuk janë gjë tjetër veç se shenjat e para të rizgjimit të zemrës tij. E dyta shenjë është kur njeriu ndjen pishmalllik për gjunahet e tij, ndjen pishmalllik për të kaluarën e tij, qoftë me fjalë, qoftë dhe me fytyrë. Sikur thot një herë, kjo është tregues se njeriu po fillon të zgjohet. Është e frikshme kur njeriu bën sa duash gjunahe dhe gabime, por kurse ndjen veten pishman. Kjo është tregues se vdekja e zemrës së tij po vdes apo ka vdekur. Prandaj pishmallliku është shenjë e besimit, është shenjë e besimtarit. Besimtari edhe pse është namazfalës, edhe pse është agjërues, gjithmonë është pishman për të kaluarën e tij. Është pishman për gjunahet e tij. Asnjëherë mos i harro gjunahet tua. Inshallah i ka fshirë dhe i ka mbuluar Allahu xhalleshanu. Po ti mos i harro vetes tënde. Shpeshherë njeriu bën atë ja harron vetes vet. Mos e kujto këtë gjunah, mos e kujto. Jo, ne e kujtojmë gjunahun, pikërisht për të treguar se jemi shumë të dobët ndaj mëshirës së Allahu xhalleshanu. Inshallah Zoti na i ka falur dhe na ka mëshiruar, por asnjëherë nuk neglizhojmë gjunahet tona. Marrëdhënia e besimtarit me gjunahet është si puna e një mali që i rri mbi kokë. Nga momenti në moment ke frikë se mund të bija mbi kokën tënde. Marrëdhënia e jo besimtarit me gjunahun është si puna e njeriu me mizën që i qëndron mbi hundën e tij. Thot e lëviz gishtin dhe miza largohet. Sa do i madh qoftë gjunahu, ai menjëherë ja harron vetes së tij gjunahun. Ndërsa ne kemi marrëdhënie tjera me gjunahet. Prandaj kur njeriu tregon pishmalllik për gjunahet e tij, për të kaluarën e tij, kjo është shenjë që ai është duke u zgjuar kur dynjaja fillon dhe zbehet në sytë e njeriu. Kur thot njeriu, mirë, dynja e sapi, thot do të mbarojnë gjitha. Kur e shikon që edhe pse e ka makinën e mirë, nuk është shumë i lidhur me të. Kur e shikon se edhe pse ka shtëpinë, ka pasurinë, kur e thot një fjalë, çfarë do lloj që thot, po kam për ikur gjitha këto, do vdesim dhe ne si gjithë tjerët, kjo është shenjë që njeriu po fillon të zgjohet nga gjumi i gafletit. Kur fillon të falë në një namaz, të bëjnë një adhurim aty këtu, edhe kjo është tregues se njeriu dal nga dalë tashmë po del nga gjumi dhe ka filluar të kthehet drejt Allahu xhalleshanuhu, kur njeriu të fillon të rahatohet kraharori me punët e mira. Kur njeriu ndihet mirë nga një sevap që ka bërë, nga një lëmosh që ka dhënë, nga një ditë që ka agjëruar, nga një namaz që ka falur, kur ta ndjej veten mirë, atëherë shfryzoje këtë rast, mos e le atë person, sepse ai është shumë afër.
Mundohu që t'ia shtosh më shumë oreksin, që ai ta ndjejë më shumë mirësinë, ta ndjejë më shumë besimin, kur njeriu e shikon i vlerëson të mirat Allahu xhalleshanuhu. I vlerëson të mirat dhe thot, do na pyet Zoti për këtë ushqim, do na pyet Zoti për këtë ujë, do na pyet Zoti për këtë oksigjen, do na pyet Zoti për këtë shëndet. Kur e ka një ndjesi të tillë, kjo është tregues se ai me lejet Allahu xhalleshanuhu tashmë është zgjuar. Vëllezër, po e mbyll me këtë, po ta them detyrë, shtëpia po ta themi detyrë për secilin prej nesh. Lexoni surën Takathur, Elhakumut Takathur. Zoti thot, ju mahniti dhe ju hutoi juve mania për të shtuar. Njeriu ka manin për të shtuar pasuri, për të shtuar pushtet, për të shtuar famë. E mbyt njeriu mania për të shtuar. Hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat, po nuk është vizita që shkon dhe kthehesh pa mend, është vizita e cila të shkund, është vizita e cila ta zgjon zemrën, pastaj Zoti thot, aty keni për ta kuptuar, aty keni për ta kuptuar. Lexojeni këtë sure në shqip dhe komentin e saj, është pikërisht nga ato sure që ndihmojnë njeriu që të zgjohet. Elus Allahun xhalleshanuhu na zgjoj të gjithëve nga smundja dhe gjumi i gafletit. Elus Allahun xhalleshanuhu të na shoqërojë me njerëz të cilat i kanë zemrat e zgjuara, e të na bëjë për atyre njerëzve që i kanë zemrat e zgjuara dhe bëhen sebeb për shoqërinë e tyre. Elus Allahun xhalleshanuhu që të na zgjoj zemrat tona, mendjet tona, por ky stacion nuk mbaron në këtu, vëllezër dhe motra. Ai vazhdon në çdo hap deri në vdekjen e njeriu, sepse ka shumë njerëz që zgjohen, e gjejnë rrugën e udhëzimit, por përsëri kthehen në gjumë, ndoshta edhe në gjumë më të rëndë se sa gjumi ku ishin. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta vazhdojë këtë rrugtim e ta ndjejë veten që gjithmonë ka nevojë për zgjim. Allahu na bëf për atyre që janë të zgjuar shpirtërisht, mendërisht në zemrat e tyre dhe na mbajt gjithmonë në rrugën e zgjimit. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.